Temperaturat e larta janë kthyer në këtë fund qershori në të papërballueshme. Duke parë të nxehtin ekstrem, qytetarët e Vlorës tregojnë se kanë frikë për shëndetin, pasi vapa sjell për ta edhe luhatje tensioni, probleme në zemër dhe frymarrjen. Qytetarët thonë se për të shmangur të nxehtin mundohen të mos ekspozohen në oraret e pikut, ndërsa kur kanë ndonjë punë edhe lëvizje zgjedhin gjithmonë pjesët me hije për të ecur. Sipas tyre, shumicën e kohës qëndrojnë në banesë aty ku vendosen dhe kondicionerët apo freskuesit. Ku të gjejmë pemë, gjithë, ulem poshtë. Ato temperaturë më ndërë, s'kem që e bimë ne. Sa të do të mbillemi një shpi pasaj. S'kem që, s'kem ku vim. Moshatarët që shemë shtjetë. Ventilatori, ajo freskusja. Si air-conditioner s'kemi, se jemi pensionistë. Ato të bokullin që kemi, e mbam të koka. Sa ta shtim, kam si s'kam fri për shëndet. Temperatura që e të linë mënë. Po si bëris me temperaturës. Kemi nuati në tensione, ja me ilaçe në gjep, po ti djali. Me ilaçe. Ke frikë për shëndetin në këto kushte? Qa pyetje është jo? Përgjigjen e ka brënda, pyetje që bënë. Po qik me këto freskollëkët, me këto ventilator, kondicionerin, ambientin e bëjmë konstante që në rrugë s'është e vështirë. Se kalojmë duke bizetuar me moshatarët edhe kalon dita. Gjeno i hije? Patjetër i dashur. Hajde atje ku punoj unë, atje do më pjosës për vapër. Që bëjmë suflaqe atje. S'ka preskim, punë, nuk e mendojmë fare vapërne. Në shtëpi po kemi kondicioner. Faleminderit. Po, vapësh, po tani ato janë të zotë, sa do diskutojmë me verë dhe bëj verë. Jo, si e përballojmë, Po, mundojmë të krijojmë ca kushte, mundojmë. Jo maksimale, po kaq. Sa kemi. Po, kemi vënë një kondicioner me kursimet tona. Kur sa ndaj këtej të përballojmë, ta kalojmë sa më lehtë, mendojmë ne. Ne pensionista jemi, gjejmë ato mundësinë më të mundshme gjashtu të ruhemi kështu. Qa do bëjmë? Gjeno i cep hije dhe qëndron, apo jo? Qa do bëjmë? Po në shtëpi? Po thëmë në qikë kondicionerin kështu. Po kemi se pensionisti, moshatari i ka ato të lashtet e kështu që. Edhe për gjatë muajve korrik dhe gusht në qytetin e Vlorës parashikohen temperaturat të larta. Bluzat e bardha apelojnë për qytetarët shmangjen e orareve të pikut dhe qëndrimin në temperatura ekstreme.